Se përket xhamisë, jemi këtu në xhamin Hoxh Shuaib Arnauti, përndryshe e njohur në masën e gjerë si xhamia Matini, për shkak të lagjës Matini, këtu që kemi përballë. Xhamia kjo në të cilën jemi është një dhuratë mos pari prej Allahut, pastaj është dhuratë prej këtyre besimtarëve musliman, kryesisht të Prishtinës, kryesisht të këtyre lagjave, të cilët me vullnetin dhe dëshirën e madhe të tyre në vitin 2005 e kanë hap një mesxhid në rrugën Isa Kastrati. Mesxhidi ka qenë me qira, pastaj kanë pas imam vetëm për ditën e xumas, vaktet i kanë falë disa të vjetër, pastaj në vitin 2007 kanë ardhur dhe kanë kërkuar prej meje që t'jem imam i tyre, dhe pas një kohë jemi marrë vesh edhe në kam marrë, dhe kemi qenë një mesxhid tjetër me qira, pastaj kemi kaluar një tjetër me qira, dhe në atë kohë, në vitin 2008-2009, kemi kërkuar tokë për me ble, edhe pse nuk ishte mjetën atë kohë, por vullneti dëshira e xhamatit ishte e madhe, por nuk gjenim pronë, dhe në vitin 2010, ma konkretisht në natën e 27, që shpresojmë të ketë qenë nata e kadrit, më telefonon pronari i kompanisë së materialit ndërtimor dhe më informon se ai me vllaun edhe me motat, me familjen, kanë vendosur t'i dhurojnë 10 ari, pra një parcel prej 10 ari, për ndërtimin e xhamisë. Dhe ishin ato momente shumë emocionale, se ishim prag të iftarit, pastaj e lajmëruam xhamatin para namazit të teravive, edhe disa nga gëzimi, disa nga emocionet, një pjesë e madhe e përjetun edhe me lot të gëzimi, dhe u vendos që këto të qitet gur themeli i xhamisë Matini. Dhe miftimi i nderuar Naim Tarnava erdhi me bashkëpunëtorët e tij, me xhamatin e xhamisë, edhe qitet gur themelin, edhe hapon domethënë atë gropën e madhe, qëtëm atë pllosje masive, pastaj duke qenë poshtë në dhej, duke punuar, inspektorati i punës edhe ndali punën, ata shkuan, ne vazhduam, ata vinin, ne vazhdonim, shkonin kështu me radhë, dal nga dal, derisa arritëm me bë një kat mbi tokë, që do të thotë kati përdhes. Ishin aty pyetje dikon 500 metra katror, edhe komuna mori vendim me inspektoratin e punës, me rënë xhamin, xhamati rezistoi, miftia rezistoi, edhe na keni rezistuar, edhe u bën një marrëveshje e brendshme që matutja të mos vazhdohet, mirë po edhe ajo pjesë prej 500 metrave katror të mos rënohet. Edhe aty fillu me fal namazin, edhe në Ramazan e parë fillu bile me hatme, edhe që sot e kësaj dite prej 2010 deri kur jemi tash 2025 të namazi i teravive falet me hatme, po ashtu falet edhe namazi i natës. E pasi u ndrrove, po shteti lokal, edhe të tjerët, ato që nuk e bën ata përpara, por vitet të tjerët e bën, se tash po duhet mi bë marketing askujt, këta të tjerët e bën për 6-7 muaj, u dha leja, prona u bart në emër të bashkisë sistemit, që do thotë është vakaf, edhe kur u ndërtu xhamia, u ndërtu krejt gati në atë parcelën që ka u dhuruar dhe nuk mbet hapësirë. Mirë po vëllezërit krasniqi, Allahu i shpërblet me të mirat e tij, me të dy botët, kur e panë se tash nuk mbet hapësirë, në anën tjetër ka kibla, prap e shtyn murin e tyne, prap me tutje dhe dhurun edhe një pjesë tjetër, që tash e kemë dispozicion, dhe kështu që filloi pastaj ndërtimi, dhe u bë shpejt, edhe u bë marrë, edhe u bë mirë, nga kompani ndërtimore vendore, nga inxhinier vendor, besimtar nga arkitekt vendor, dhe kështu vazhduam derisa kur realizuam punën. Objektin cilën jemi xhamia Matini ka 2150 metra katror. 2150 metra katror, ka podrumin që është komplet 90 dikon 600 metra katror, pastaj salla ku i falim namazet ditore, dikun 500 metra katror, salla qendrore, kjo që jemi dikun 500 metra katror, mafili i parë 250 metra katror, mafili i dytë 220 metra katror. Parafërsisht, domethënë, mundet me akomodue xhamia, parafërsisht, ndoshta kështu pak me u ngushtua afër 2000 vet.